lejteni qaddamtu li hayati. Sikur kisha kontribu shumë ma shumë për jetën time. Cila është jetë? Kjo jetë që jetim na, edhe vrapojmë ditë edhe natë edhe nuk ndodhë, edhe për të bodë, po? Jo. Jetë e dunjas është jetë kalimtare, është shpije gurbeqare, rinë sa të rinë, një ditë i shkon menja në batanin e parë të timu. Edhe na jemi gurbeqarë të të jetë. Rinë të rinë të dëvodë, sikur se Jusufi, sikur se Muharremi, sikur se të tjerët që jemi përcil, edhe na jetë. Andaj, e lusim Allahun e madhreshëm që Allahu ta mëshiron, gabimet t'ja falë, edhe t'ja ngrit gradat në xhenet, edhe kjo është ajo që ma shumë t'i bën dobi këtij rahmetliu tash. Edhe porosia e dytë për na që na gjallë. Nëse dikujt me neve dom vakile, të bom vakile, jo po me bom vakile ma orë, edhe kemi thonë, a i e gati. Kush me neve mund të thonë në gati? Që kjo është pyetje që na në sabah, drejt në akşam duhet me kujtu vetë vetës. Sepse une që kolit nuk e di e mria kësho. A shef voli dytë, hazër është. Dikush me neve të më orë. I vendit tonë, i këtë ka më orë. E masën të i trejtë, të i kotë, dhe në shenë e të vore më. Para 2 vjetëve se anë tonë heqë të vore. Janë mosh me ne. Edhe na kur vim varë, sikur se rahmetia, njëjtë e kina me thonë, ja lejteni qaddamtu li hayati. Pas bon pak ma shumë për që këtë tjetër. Atër vëmi pishman, për këtë kohën që kina pasë në esmonime, se kina shpetur, ama pishman luk në testë. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësu me ardhë të vonet shpesh, pse m'ja kujtu vetë vetës se cili. Kush e haron këtë matematikë dhe këtë hesab ta dini se rronë është hesab, nuk është jetë. Osman ibn Affani radhiyallahu kur përmende i mari qatë, kur përmende i xhenetit dhe xhenemin nuk reagonte, i thoshin pse ti kur atje kalon mirë, ma të tje ka dhe ma mirë. Kush këtu e ka vështirë, ma të tje ka ma vështirë. Allah i shpërblet të gjithë dhe vllazni që keni ardhë me kryket amanet dhe borxh ndaj ti Allahu tonë dhe familjes ti. Allahu këtë vore vos bashkë xhenetit, gjithë juve që keni ardhë i shpërblet me shpërimet e mëdha, familjes mbush sabrin dhe gajretit, do t'i shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.